sot narkopolicia me urdhër të Edi Rams njoftoi se ka dërguar për ndjekje penale Flamur Nokën, Ervin Minorolin, Klevis Balliun, të cilin gjithashtu e kanë keq trajtuar dje, janë përpjek ta asfiksojnë me gaz në fytyrë. Janë përpjek ta asfiksojnë me gaz në fytyrë. Kanë dërguar Belin Kliçin, i cili në kohën se kanë nxitur dhunën, i cili në kohën kur zhvilloi protesta, po drekonte me një kandidat për në Kongres të Shteteve të Bashkuara Shqiptaro-Amerikan në Michigan. Kuptojeni pra se çfarë mashtruesish ordiner të neveritshëm janë. Të turpshëm, por këte kishin të para përgatitur. Ata nuk morën asnjë informacion, vetëm këta duhet dërgohen për ndjekje penale. Belindi ka nxit dhunën dje, në një kohë kur ai po drekonte në Michigan me një kandidat për në Kongres të Shteteve të Bashkuara nga komuniteti shqiptaro-amerikan. Përveç kësaj, faqe e zezë tjetër e këtij skenari ishte loja me barrela dhe policë. Siç i pat ju, u hudhnin gaz policëve vetë dhe i fusin ambulancë. Evidente, si ta asfiksuar. Mram, unë kam shkuar vetë tek spitali i traumës. Këta njoftonin se 7 policë janë në spitalin e traumës. Asnjë vetëm. Personeli mjekësor më njoftoi se aty kishin shkuar 5 policë i kishin dërguar pa asnjë problem. Dhe ata kishin asnjë lloj shqetësimi, nuk ishin as regjistruar, po ishin kthyer siç kishin ardhur. E vërteta kjo. Nuk kishte asnjë policë të plagosur, e gjithçka skenar. Asnjë. Që dhe mund të ndodhte, s'mund të them se asnjë të gërvishtur. Jo, asnjë. I kanë dërguar në spital vetëm për të plotësuar skenarin. Meqense aty nuk doli se kishte asnjë dhe unë i denoncova me njëherë, dhanë komunikatën tjetër se kanë shkuar në 2 spitale, gënjeshtra. Asnjë policë nuk është gërvisht. Në një kohë, kur janë qelluar me plumë në ballë, protestuesit paqësorë. Një mirënjohje pak u fishme për mediat që e përcollën minutë pas minute kryengritjen paqësore të fuqishme të shqiptarëve në Tiranë dhe po kaq mirënjohje mediave ndërkombëtare të cilat ishin në një ndjekje absolute të kësaj revolte dhe e johonuan atë në mbar botën. Të gjitha këto dëshmojnë se është populli opozitar ai që do përmbys këtë narkodiktaturë.
dhe se 20 shkurti, shqiptarët me zi po presin, si orën e tyre, si ditën e tyre, historia i pret. Këto kisha, tani, video Shiveni, tani unë të them ju që plumat e gomës kafkën në rastet caktuara mund të çpojnë. Vërtet janë gomë edhe nuk janë letal. Pra, Arjan Asimi, gazetarët diasporë, e urren Edi Rama sepse qëndron fuqishëm. Ka denoncuar në radion e tij. Shikoj çfarë ndodh. Ky është një demokrat i flak me probleme të aftësisë ndryshme. Shikoni. Shikoni çfarë kafshërie. Kafshëri e vërtet. Ja, ky është i njëjti person. Ky është për karrocë. Urdhoni barbarët. Ta janë të drogur, ta kanë humbur çdo gjë. Karrocën ja lanë atje, heroi vërtet, një heroi vërtet, heroi vërtet. Frujmarje me gjithat e helm që kanë hudhë. Mushe do të me frymë. Just move there. Policia hedh bomba. Policia po hedh disa bomba, jo një. Ja. I hedh vetë policia. Bomba si t'jen kriminal bandit. Policia që hedh bombula. Ja, urdhë. Erdhi nga policia, e pa që erdhi nga policia? E pa. Barbari. Plum, leshi, loj plumi. Erdhen hodhën gaz në Seli. Barbarire vërtete, të marrësh të zvarrisësh një person me aftësi të kufizuar që ecën me karrocë. Plaga, shkosha plagë plumi gomës në kokë. Urdhoni. 16 vjeçar, e kanë dhunua, e kanë ngris rrobat, në një kohë kur po protestonte në mënyrë më paqësore.
Iliri. Shkojnë në spital. Mori një mjekim. Këto janë. Tani do ja uçoni të gjitha këtyre